Për herë të parë, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat po vendoset në ligj, tha gjatë një preskonferencë deputeti i Blenit Adnan Azizi, duke vlerësuar se bëhet fjalë për një hap historik, avancim të marrëveshjes së Ohrit, por edhe si përgjigje serioze ndaj boshllëkut institucional që u krijoa pas shfuqizimit të balancuesit. Sipas Azizit, ky ligj sjell disa zgjidhje të rëndësishme. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat bëhet detyrim ligjor në institucione. Nuk duhet të varet më nga vullneti i një drejtori, i një ministri, apo nga interpretimi i dikujt. Së dyti, vendos mekanizëm qeveritar për ndjekjen e zbatimit të ligjit. Trupi koordinues i udhëhequr nga zëvendës kryeministri do të mbledh të dhëna, do të monitorojë gjendjen dhe do të raportojë para qeverisë. Së treti, ligji mbështetet në të dhëna reale në regjistrimin e fundit të popullsisë, në gjendje reale të institucioneve dhe në nevojat konkrete për punësim. Azizi tha se ligji e mbron vetë deklarimin e lirë, por e ndalon keqpërdorimin e tij. Sipas tij, askush nuk mund ta përdor identitetin etnik si manovër për të fituar vend pune. Nëse konstatohet keqpërdorim, kandidati refuzohet dhe nuk mund të aplikojë në konkurse për 3 muaj. Ligji parashikon që organet e pushtetit shtetëror dhe institucionet e tjera publike në të gjithë nivelet të ndërmarrin masa të përshtatshme, proporcionale dhe të justifikuara në kohë me qëllim sigurimin e barazisë së plot dhe efektiv të qytetarëve për të respektuar, afirmuar, avancuar dhe mbrojtur përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të qytetarëve që u përkasin bashkësive etnike. Ndërkohë, Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive miratoi sot me 11 vota për dhe 2 kundër propozimin që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të miratohet me të ashtu quajturin badenter i vogël ose badenter i thjesht, përkatësisht me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe shumicën e votave të deputetëve që u përkasin bashkësive jo shumicë. Partitë opozitare shqiptare kritikuan zgjidhjen ligjore duke theksuar se ajo nuk parashikon kuota dhe as mekanizma të qartë kontrolli për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Sipas tyre, kjo mund të ketë pasoja apagjata dhe cënon një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes kornizë të Ohrit dhe të Kushtetutës së vendit.